Në orën 11:50 të mesditës së kësaj njëjteje, ashtu siç ishte paralajmëruar edhe më parë, është ulur në aeroportin e Akërnis avioni i parë. Bëhet fjalë për fluturimin e parë certifikues që vjen si një augur i mirë për funksionimin e aeroportit të Vlorës. Këtu janë pamjet të cilat tregojnë avionin e parë që ulet në pistën e aeroportit të Akërnis, i cili do të jetë i pari në jug të vendit. Me 10 banor të zonës, por edhe qytetarë të Vlorës kanë ardhur në drejtim të aeroportit në derën hyrëse të kantierit të ndërtimit për të parë dhe për të pritur këtë moment. Në intervistat e tyre, ata thonë se ndihen të emocionuar. Qytetarët vlerësojnë aeroportin e Akërnis si një projekt të rëndësishëm, i cili do të sjellë zhvillim për zonën, Vlorën, por dhe gjithë jugun e vendit. Më duket është surprizë e madhe e paparashikuar. Jam shumë i lumtur. Ke ardhur për të parë uljen e parë? Po, kam ardhur për të parë uljen e parë. Dukesh i gëzuar sot. Shumë i gëzuar, shumë i lumtur. Që presim civilat atë gjithë ato që vinë, presim popullin. Shumë i lumtur. Ke ardhur për të parë uljen sot? Po normale, për atë kemi ardhur. Të shikojmë, është një gjë shumë e bukur, është zhvillim për zonën. Edhe shikojmë perspektivë, inshallah mos na bëjnë ne transol oqeanike se kemi dhe fëmijë dhe ne i larg. E do bie më shkurt tani tiks. Bravo, ai tranziti, ajo të përzit. Masa na bëjnë atë për në Amerikë, për New York, ku është ajo. Nga ke ardhur sot? Nga Fitoria. Si po do duket kjo? Sot ulet avioni i parë. Jemi të gëzuar shumë. Por e dira më. Ke ardhur Kastile sot? Kastile, nga Fitoria. Kastile. Është një vepër e madhe kjo për qytetin? Për qytetin. Për gjithë jugu. Kranari ma. Je i banor i zonës? Po, jam në Bishani, i zonës tu afër. Mendoj se do sjellë ndryshim ky aeroport? Po, do sjellë ndryshim. Tash është gjithë në këtu. Jugu, është gjithë jugu. I mungonte Shqipërisë ky aeroport? Po, i mungonte. Më shpejt është bara. Ndjesh i kënaqur sot? S'ka më kënaqësi për mua. Ke fëmijë jashtë? Kam një. Tani mund të shkosh me lehtë. Këtë e mendon? Po, ashtu do vetë edhe njerëz se jam çik më të mosh, edhe nuk shkel dot më ande ja. E një do vetë të çuni. Tani që e ke këtu, mund të shkosh më afër. Tash ik me karron. Vim me karron këtu tash unë. Se jam afër. Uli i pari, si ndihesh sot? Është një ëndër e realizuar. Çfarë do të thënë kjo ulje për qytetin e Vlorës? Do ta nis në Novosel, sepse ky quhet aeroporti i Novoselës për mua. Sepse unë jam banor i Novoselës, edhe janë 8 tokat e Akërnis. Qendra administrative Novosel. Është një ditë historike kjo? Ditë historike dhe ëndra u bëra realitet. Punimet për ndërtimin e aeroportit të Akërnis do të vazhdojnë. Ulja simbolike e avionit të parë tregon që projekti po shkon drejt fundit. Sipas informacioneve, deri më tani konfirmohet se janë kryer 80% e punimeve, por puna do të vijojë edhe në muajt në vazhdim.